Mund të më thuash shkurtimisht për gjithë ata që të ndjekin? Sepse praktika e tillë ka qenë që e detyroi, ju imponua shkruesit të komandantit të fushatës, e mori dhe i tha jep një ferma. Pse e detyroi edhe me forcë, edhe ekzekutoi. Dhe Evropa. Po. Skënderbeu. Ku se do e njoftonte. Atje para se të nise. Jo në Edine, ishte në Hungari. Në Hungari. Do thënë atje shkruesit i tha që bëjnë fermandën i tha, sikur sultani apo Pelerbeu i Rumelis që ishte aty, më autorizon mua që Zoti Krujt. Zoti Krujt. Ai e shkruajti? Ky ekzekutoi, është brenda praktikës burokratike osmane të asaj kohe. Dhe rrëfimi i Barletit është i saktë. Prandaj dhe osmanët si të thash, i thoshin bukshkal. Prandaj i thoshin bukshkal. I njifte mjaft. Kështu si studentat i bërë një debat me një historian? Jo. Ata i pranonin. Unë kisha në vendin tënd do kisha bërë debat, do kisha bërë sherr në debat. Janë gjërat e qarta. Nuk ka. Jo, e di pse e them këtë, se kur vinë personalitetet turke këtu, gati e fshehin foton e Skënderbeut, bustin e tij. Duhet jemi të saktë. Vlerësimi historik i gjës është gjë, gjykimi politik i historisë është gjë tjetër. Detyra e studiusit është që politikanëve... Edhe ti ndash ato si ndan? Jo, i ndan. Unë i ndaj. I ndan, a? I ndaj. Detyra e studiusit është të krijoj, të ndërtoj histori të qëndrueshme që opinioni i gjerë dhe politika ta marri të plot. E kuptova. Kurse përdorimi politik i historisë është tjetër gjë dhe varet nga politikanët. Foto tjetër? Këto janë familjet e mëdha. Por unë do të veçoja 3. Këtu nuk janë, se është e vonë. Në qendër të viceve shqiptare ka qenë familja Skuraj. Këtu nuk është. Skurajt fillonin në Adriatik dhe mbaronin në Shkup. Sipër ishin Tukagjinët, shumë më të fortë se këta. Ndërsa poshtë Muzakajt. Muzakajt? Ne Muzakajt. Muzakajt shkonin deri në Thesali. Deri në Thesali, e? Kurse Tukagjinët deri në... Po si ka mundësi Lushat aty në jug fare? Familja Losha. Losha, jo Lusha. Sa ty shkët Lusha. Ato janë derivate të shkoputura nga këto familje të mëdha. Shiko, ka një gjë. Cilat familje kanë lënë toponime me shtrirje të gjerë gjeografike, ato janë familje të mëmë. Për shembull? Skurajt. Ka shumë Skurajt. Sapata. Nga Ndevi. Nga Sapata. Nga Zgërdeshi. Po Muzaka, ka në i kuptim? Muzakajt janë nga Marsia e Korçës. E jo nga Berati? Jo. Nga Korça jo dhe? Nga Marsia e Korçës dhe janë të zbritur nga 2 krahët pastaj dhe janë zgjeruar deri poshtë. Dhe sot derivatet tyre pasardhës tyre ka deri në Argjentinë. Po janë familje shumë e fuqishme dhe kanë shumë deg, nën deg. Kastriotët janë më të vonë. Janë më të vonë, kastriotët. Janë më të vonë. Por kanë qenë tej mase agresiv. Kastriotët, ë? Shumë. E kuptova. Foto tjetër? Tani kjo është një karikaturë në momentin që ne po shkëputeshim nga Perandoria Osmane, po shiko tani më bën përshtypje zemra, do të thonë Perandoria Osmane kë kishte? Zemra 1 ishin shqiptarët. Dgjoj. Ma shpjego pak këtë se një osmanolog vetëm ti mund ta shpjegosh pak bukur. Unë do të them vetëm këtë. Dyshi çejbi ajo, mushkria. Bagdad, Iraku, 3 Jemeni, 4 Siria. Jemeni 3 çejbi, stomaku. 4 Zorr, Siria. Ajo është si mëlçia aty anë. Kush, 3? 3. Apo jo. Po themi mëlçia. Po ne zemra më. Zemra e Perandorisë Osmane ishin shqiptarët. Dgjoj. Një gjë është fakt që imazhi negativ, por që me të vërtet i keq për Perandorinë Osmane filloi mbas vitit 1850. Sepse deri në 1850 drejtuesit kryesor të sanxhaqeve shqiptare kanë qenë shqiptarë. Prandaj Ali Pasha ishte interesuar në ndërtime publike. Prandaj vlorajt ishin të interesuar në ndërtime urbane. Prandaj bushatllint ishin perfekt në marrëdhëniet ndërfetare katoliko-muslimane në Shkodër, sepse interesoheshin për tokat e tyre. Tani këtu s'më del llogaria. Prit. Mbas 1850-s, mbas reformave të Tanzimatit, kur i shfuqizoi këto familje, ajo dërgoi njerëz
që nuk kishin lidhje me këto troje, por që ishin të besuarit të sultanit deri në vdekje, për t'i mbajtur nga pikpamja gjeopolitike mos shkëputeshin. Po mirë, dakord, po si ka mundësi kjo Perandori Osmane ka që mirë që thua ti? Jo, s'është mirë. Po jo, deri në 1850 ishte në rregull, po. Jo, ishte në rregull. E delegoi pushtetin tek vendasit. Po, për llogaritë e saj. Pra kishin një lloj, po the autonomie shtetërore qendrore. Dakord. Po. Ligji posaçëm për ndalimin e gjuhës shqipe asnjëherë s'e kam kuptuar. Dhe vetëm për gjuhën shqipe. Dëgjoj tash. Dakord. Dhe vdekje për çdo person që mbante literaturë në gjuhën shqipe. Prit. Jo, kjo një. Ajo që të flasim interesat, se ne gjykojmë sot nga interesat e shtetit kombëtar dhe e procesit të shtet dhe formimit. Po? Ne. Perandoria ishte nga pozitat e perandorisë së përjetshme, që nuk do të binte kur, ashtu siç besonte Roma dhe Bizanti. Jemi dakord këtu? Tash vim këtu. Problemi ishte që ata thoshin, nëse ju japim gjuhën si gjuhë shkolle, nesër do kërkoni autonomi, pas nesër do shkëputeni. Po mi pse vetëm për ne do bënin këtë ata? Sepse e para, çdo shtet tjetër ballkanik i krishterë kishte nga një fuqi të madhe nga mbrapa, që këta nuk e frenonin dot dhe do ikte. Dhe ne ishim kështu. Bravo. Një, e dyta, për fatin ton të mirë dhe të keq, kemi toka nevralgjike gjeopolitike shumë të rëndësishme. Që ata me çdo kosto I donin dhe ne